Gjërsa ne punumrojmë orët e fundit të vitit 2025, vendet e paqësorit jugor janë të parët që i thanë lam të mirë këtij viti. Kombi i largët i shullori i paqësorit, Kiribati, është vendi i parë që priti vitin 2026. Pas ti, shtetet që pritën motin e ri janë fqinjet e tij, Samoa dhe Tonga. Në vitin e ri kanë hyrë edhe tashmë edhe Zelanda e re. Auklandi, me një popullsi prej 1.7 milion banorësh, e priti vitin 2026 me një shfaqje fishek zjarësh në qendër të qytetit të lëshuar nga struktura më e lartë edhe atë Sky Tower, duke u bërë qyteti i parë më i madh që e përshëndeti vitin e ri, por në një fest të zbehur nga shiu. Ndërkaq që shfaqja 5 minutëshe përfshiu 3500 fishek zjarë të lëshuar nga kate të ndryshme të Sky Towerit, 240 metra të lartë. Fishek zjarët janë një mënyrë universale për të festuar vitin e ri, nga porti i Sydneyt në Australi deri në plazhin e Copacabanës në Rio de Janeiro në Brazil.